Po gërmonte në një pishim buri në Francë gjen një thesar me ar në kopshtin e tij. Policia ja lejon ta mbajë. Një burr në Francë zbuloi këtë vit një thesar ari në vlerë $800.000, teksa po gërmonte për të ndërtuar një pishin në kopshtin e tij, njoftuan autoritetet lokale. Burri lajmëroi policinë lokale pas zbulimit në muajin maj dhe autoritetet i lejuan atij të mbante arin pasi nuk vinte nga një sit arkeologjik, tha bashkia e qytetit Neuville-sur-Saône në lindje të vendit. Sipas gazetës lokale La Progress, ai gjeti 5 lingota ari dhe shumë monedha të mbështjella në çanta plastike. Policia konfirmoi se ari ishte bler ligjërisht dhe ishte shkrir rreth 15 apo 20 vjet më parë në një rafineri të afërt. Për shkak se lingotat kishin numra unik të gjurmueshëm, u përcaktua se nuk ishin të vjedhura. Sipas kodit civil francez të shekullit të 19, thesar konsiderohet çdo gjë e fshehur ose varrosur për të cilin askush nuk mund të provojë pronësinë dhe që zbulohet krejt rastësisht. Pronësia i përket personit që e gjen atë në tokën e tij, raporton Le Progress. Bashkia shtoi se pronari më parshëm i kopshtit ka ndruar jetë dhe se si arriti ari atje mbetet një mister. Çmimi aktualisht i harit sipas Hartford Gold është jashtëzakonisht i lartë. Zbulime të ngjashme e raportuar edhe në vende të tjera. Në vitin 2024, një çift në Kaliforni gjeti monedha të rralla në vlerë $10 milion, ndërsa në 2023 një burr në Gjermani gjeti lingota dhe monedha ari të vlerësuara mbi $150.000. Për vitin 2022, më shumë se 260 monedha ari të gjetura nga një çift britanik në ndyshemen e kuzhinës së tyre u shitën në ankant për rreth $1 milion.